Policia e shtetit ka shpallur planin e detajuar të masave për sezonin turistik veror 2025, i cili synon garantimin e rendit, sigurisë publike dhe menaxhimin e fluksit turistik në të gjithë vendin me theks të veçantë në zonat bregdetare, liçënore dhe ato turistike. Sigurinë në zonat turistike, patrullimet në plazhe me bicikleta dhe dron, kontrolle të shtuar në kufi, shtim të sporteleve dhe forcim të monitorimit në kufirin e gjelbër dhe blu, qarkullim të lehtësuar në rrugët me pranin 24/7 të policisë rrugore dhe kufizimin e mjeteve të rënda gjatë fundjavave dhe festave, zbatimin e orarit të muzikës dhe monitorim të ndotjes akustike me pajisje të posaçme, operacionin plazhi i lirë për lirimin e hapësirave publike të zaptuara në mënyrë të palishme, dëshkime për lundrimet e rrezikshme, me kontrolle të njësisë policore detare. Shërbimi 12 orësh i policisë do të zbatohet vetëm në zonat bregdetare. Strukturat të përforcuara me personel shtesë do t'i vinë në ndihmë drejtorive vendore. Ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit shërbimi 12 orësh do të aplikohet vetëm në zonat bregdetare. Në ndihmë të policive vendore do të dërgohen shërbime shtesë, të cilat do të kompensohen sipas legjislacionit përkatës. Në funksion të planit janë vënë pashtu në dispozicion 10 automjete dhe motomjete për rritjen e gatishmërisë dhe reagimit të shpejtë në kohë. Punonjës policie me bicikleta që patrullojnë në plazhe për forcimin e policimit komunitar dhe për të ofruar ndihmë pushuesve. Njësia policore detare për kontrollin dhe ndëshkimin e lundrimeve të rrezikshme brenda zonave të ndaluara. Dron që do të përdoren nga shërbimet policore për kontrollin e perimetrit të sigurisë në plazhe, si dhe për evidentimin dhe ndëshkimin e shkeljeve rrugore. Policia kufitare ka marrë pashtu masa për shtimin e sporteleve dhe burimeve njerëzore në pikat e kalimit kufitar me qëllim menaxhimin e fluksit turistik. Do të ketë po ashtu shtim të kontrollit në kufirin e gjelbër dhe në kufirin blu për të parandaluar krimin kufitar dhe kalimet e palishme. Policia rrugore me pajisjet inteligjente, dronët dhe alkool testuesit do të jetë 24/7 në të gjitha akset rrugore kombëtare, si dhe në qendrat e banuara. Njëkohësisht janë shtuar patrullat në zona turistike për parandalimin e aksidenteve rrugore, si dhe për garantimin e lëvizjes së lirë të automjeteve. Nga 16 qershorie deri në datën 15 shtator të këtij viti, do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda për transport mallrash në fundjavë dhe në ditët e pushimit zyrtar. Ndërkaq, krahas planit të masave, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar po ashtu ngritjen e grupeve të monitorimit të shërbimeve në terren për zbatimin rigoroz të kodit të etikës nga çdo punonjës policie në komunikimin si dhe në veprim. Policia e shtetit mbetet e angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe fton të gjithë qytetarët të bashkëpunojnë dhe të denoncojnë çdo palishmëri në numrin pa pagesë 112.